araya gelmiş bulunuyoruz. Efendim dünyanın en büyük Bayrağımızı şerefle dalgalandırdık. Yaşadığımız onur gerçekleştirdiğimiz törende sizleri Значи, по покана на министерот на Турција за енергетика, господинот Дönmez, денеска заедно со вице-премиерот учествуваме во пуштење на употреба на ТАНАП, многу важен проект, не само за Азербејџан и за Турција, но истовремено и за цела Европа, посебно за делот на земите кои се во Балканот. Ние како Северна Македонија, значи, сме многу заинтересирани за овој гасовод, имајќи во предвид дека веќе од наредната година, значи во јуни од наредната година се предвидува да се пушти во употреба и да се поврзи со ТАП, каде што ние моментално работиме упорно преку МЕР како влада за да го градиме и интерконекторот, а истовремено тоа ќе ни дава можност за диверсификација на снабдувањето со природен газ во Северна Македонија. Сигурно дека тоа ќе зголеми конкурентноста во нашата држава, но истовремено и нашите граѓани, нашата индустрија ќе има можност да се снабдува со по-ефтин газ. Sot ishte kënaqësi që me ftesë të Ministrit të Energjisë Republikës së Turqisë, pra zotëri Dönmez, marr pjesë në hapjen solemne të trajektores së gazifikimit e cila lidh Azerbejxhanin me shtetet e Bashkimit Evropian. Është një trajektore apo një linjë e gazit shumë me rëndësi jo vetëm për Evropën, kjo ka një rëndësi të madhe edhe për shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë këtu edhe Maqedoninë e Veriut, pra sipas të gjitha parashikimeve nga viti i ardhshëm kjo linjë e gazit do të kyçet edhe me TAP-in, pra me gazifikimin e Trans-Adriatikut, ku Republika e Maqedonisë së Veriut nëpërmes jugut të saj apo në Gjevgjeli për momentin është duke punuar edhe është në fazën përfundimtare që të fillojë ndërtimin e interkonektorit, e cila do të japi mundësi që të lidhemi drejt për drejt në këtë linjë të gazit, por njëkohësisht edhe të shfrytëzojmë apo të furnizohemi me gaz natyror edhe nga LPG apo nga gaz e cila vjen nga shtetet të cilat janë edhe partner strategjik të Republikës së Maqedonisë. Kjo t'i mësoj vendit që të diversifikojë furnizimin me gaz natyror, por njëkohësisht do të rrisë edhe konkurrentshmërinë në tregun e Maqedonisë së Veriut, ku të gjithë qytetarët e vendit do të kenë mundësi që të furnizohen me gaz natyror më të lirë, por njëkohësisht do të rrisë edhe sigurimin e furnizimit, marr parasysh që vendi jon për momentin furnizohet vetëm nga një pikë, e cila është pikë me Bullgarinë, ku operator kryesor është Gazprom, pra tash do kemi edhe një mundësi të dytë dhe në këtë mënyrë me siguri që vendi jon do të jetë më i sigurt sa i përket sektorit energjetik dhe furnizimit me energjensa të cilët me siguri që do të ndikojnë edhe pozitivisht në mbrojtjen e ambientit jetësor, por njëkohësisht edhe do të ketë çmim më të ulët për të gjithë furnizuesit në vendin tonë, përfshirë anëvisrinë edhe industrinë.